Në Shqipëri vazhdojnë polemikat për atë që njihet tashmë si çështja e prishjes së ndërtimeve në Jal. Ministri i Financave Ridvan Bode tha sot se qeveria shqiptare nuk do të presë për një kohë shumë të gjatë vendimin e bankës për vijimin apo jo të projektit në fjalë, por do ta financojë vetë atë. Gjithashtu ai theksoi se kishte qenë banka ajo që kishte kërkuar prishjen e ndërtimeve pa leje në zonën e projektit, por nuk ka qenë ajo që e ka urdhëruar atë. Të ndjekim për Olsi, korespondentin e Zërit Amerikës në Tiranë, Armand Mero. Qeveria shqiptare vazhdon të këmbgulë se paneli i inspektimit të Bankës Botërore, gjetjet e të cilit hapën një problem të madh dhe u bën objekt diskutimi në bordin e drejtorëve ekzekutiv, nuk ka qenë korrekt në raportin e tij. Në janar, para mbledhjes së bordit, ministri i Financave Ridvan Bode në emër të qeverisë shqiptare dërgoi një letër të ashpër kundër raportit të inspektimit, por bordi nga ana e tij mori në konsiderat konstatimet e panelit. Qeveria shqiptare megjithatë nuk tërhiqet. Përpara panelit të inspektimit do të vjojmë të insistojmë për të marrë një përgjigje rreth pasaktësive që ka pasur paneli i inspektimit. Si pasojë raportit të inspektorëve dhe mbledhja e bordit të bankës la pezull projektin. Këtë e konfirmoi pak ditë më parë dhe drejtoresha e zyrës së Tiranës së Bankës Botërore Kamil Nuama. Kredia prej $17.5 milion mbetet e pezulluar derisa të arrihet një vendim nëse projekti do të ristrukturohet duke hequr veprimtaritë e planifikimit të tokës apo do të anulohet tërësisht. Por qeveria shqiptare e quan projektin si mjaft të rëndësishëm për zhvillimin e Bregdetit Jugor dhe është e vendosur të mos presë shumë kohë vendimin e bankës dhe të vazhdojë me projektin. Ne do të kërkojmë që banka shumë shpejt të deklarojë qëndrimin e saj, pasi në këtë projekt janë, sikur se thash, përfshirë dhe donatorë të tjerë, të cilët kanë kërkuar me shkrim vijimin e projektit bilateral, dhe ne jemi të interesuar që projekti të vijojë. Nëse banka do të kërkojë zgjatje kohe të parasyshme për të mbajtur qëndrimin e saj në raport me projektin, qeveria shqiptare është e gatshme që të shtojë fondet e veta për ta bërë të funksional projektin. Shuma që bëhet fjalë këtu është e vogël. Në të vërtetë, kredia e Bankës Botërore përfaqëson gati 45% të totalit prej $38.5 milion të të gjithë projektit. Dhe nga 17.5 milion të bankës janë shfrytzuar deri tani vetëm pak më shumë se 5 milion. Nga ana tjetër, duket se vazhdojnë polemikat dhe mbi rolin e bankës në prishjen e ndërtimeve pa leje. Ministri i Financave Bode tha se banka e kishte kërkuar këtë. Prishja e ndërtimeve pa leje ka qenë një proces i cili është konsideruar nga vetë programi, nga vetë projekti. Që është në memorin e 11 tetorit të vitit 2004, banka kërkon, dhe ekziston dokumenti, kërkon prishjen e ndërtimeve pa leje në zonën e cila do të mbulohet nga projekti. Kjo nuk do të thotë që banka ka dhënë urdhrin për prishjen e ndërtimeve pa leje, por që absolutisht ka qenë një proces i cili ka qenë i konsideruar prej saj. Ndërsa në raportin e grupit të menaxherëve të bankës shkruhet se në kohën kur është paraqitur projekti, programi i qeverisë shqiptare për prishjen e ndërtimeve pa leje konsiderohej si një program jashtë objektit të projektit dhe për këtë arsye i një përgjegjësim vetes që nuk sqaroi rolin e njësisë së koordinimit nga zyrat e së cilës u kërkuan prishjet në Jal. Për Zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.